Shifrat flasin vetë, Dumani përgjigjet Ramës, përpjekja për ta treguar SPAK-un si represiv e dështuar. Kreu i SPAK, Altin Dumani, në tryezën e organizuar nga Qendra për Studimin dhe Demokraci, i është përgjigjur indirekt akuzave të kryeministrit Edi Rama, theksoi se përpjekja për ta treguar SPAK-un si represiv është e dështuar e para çdo mas sigurie që ne kërkojmë. I njohim mirë kriteret e kodit procedurës penale, çdo hetim ka dinamikën e vet, por përpjekja për të vendosur SPAK-un si institucion represiv është përpjekje dështuar sepse shifrat flasin vet. Vetëm 9% janë të paraburgosur, rreth 49% janë hetuar në gjendje të lirë, me mas sigurie, detyrim paraqitje shumë subjekte, ndalimi i daljes jashtë shtetit, arrest me shtëpi. Nëse i ndan këto 9% shumicën absolute të arrestit në burg e zën subjekte të krimit organizuar, ka thënë Dumani, kështu që prokuroria posaçme është e kujdesshme në kërkesat që bën për masat e sigurimit. Jemi shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, madje ka një trend në rënje për aplikimin e arrestit me burg. Hidhini syt çfarë ndodh përtej SPAK, shtoi Dumani.